Transformimi i shëndetësisë është në sytë të gjithë atyre që duan të shohin, por shëndetësia është në të njëjtën kohë edhe në gojet e të gjithë atyre që nuk duan të shohin. Dhe unë dua të bëj atë që bëj gjithmonë kur më jepet mundësia, të shpreh respektin tim të gjithë mjekëve, infermierëve, të gjithë punonjësve të shëndetësisë, të cilët bëjnë një punë të jashtëzakonshme dhe të cilët përballen po ashtu edhe me një furi të jashtëzakonshme fjalësh që nuk i meritojnë. Por kjo është jeta, kështu i kemi ndarë detyrat, disa duhet bëjmë punën, disa nuk mbetet gjë tjetër veç se t'i lehin karvanit që shkon përpara. Dua vetëm të kujtoj që sot në sistemin tonë shëndetësor kemi shumë çka për të numëruar, por nuk kemi shumë nga ato probleme që kishim, jo larg po një dekadë më parë. Nuk kemi numrin maramëndës të infeksioneve post-operatore që mbanin njerëzit me ditë tëra në spital mbas operacionit si rezultat i kushteve jashtëzakonisht vështira higjienike dhe si rezultat i instrumentave mjekësor tërësisht të dalë boje. Dhe në sistemin tonë shëndetësor kryen afro 100.000 ndërhyrje kirurgjikale, nga të cilat mesatarisht 65-70.000 janë ndërhyrje në sallën e operacionit dhe 25-30.000 të tjera janë ndërhyrje mikrokirurgjikale. Është një volum i jashtëzakonshëm shërbimi, i cili flet për faktin që mjekët dhe infermierët në Shqipëri i shërbejnë publikut, i shërbejnë qytetarëve, i shërbejnë njerëzve që kanë nevojë për ta me dinjitet dhe çdo gjë tjetër që ndodh fatkeqësisht në sistem dhe që i bie ndesh gjithë shumicës dërmuese të bluzave të bardha, nuk e ndyn dot pasërtinë e këtyre bluzave. Dhe natyrisht është pjesë e objektivit për ta bërë dhe më të mirë sistemin, për ta pastruar tërësisht nga çdo lloj kanali ku vjen llumi i rrushfetit. Dhe në mbyllje dua të shtoj që ne kemi bërë çmos që pagat tuaja të rriten në mënyrë të vazhdueshme. I kemi rritur shumë ndjeshëm, por dua që të jeni të bindura se këtu shumica janë gra për fatmirë, por edhe burrat mundësisht të jeni të bindur, po dhe po nuk u bindet rresi ka të binden gratë, e dini formulën time se po u binden gratë edhe burrat duka ngu shkojnë pastaj, që ne do të vazhdojmë të rrisim pagat, ne do vazhdojmë të kujdesemi për mirëqenien e familjeve tuaja, të cilat sakrifikojnë shumë, pasi ndryshe nga shumë profesionet të tjera, ju keni profesion ku familja është e detyruar t'ju ndajë me shumë të tjerë. Nuk ju ka dot vetëm për vete, e kam fjalën.